Pastrohet çdo ditë? Çdo ditë e pastrojnë e bëjnë ditë. Pra gjë s'ka shumë pa. Ju keni banesë këtu? Ja, unë vi shkaj vi ka herë, kur kam kohë të vi këtu shoh. Plazhi këtë pastroj. Kjo është gjë e Pa, mirë. pa. Për shembull, ka njerëz që e kryjnë pistë, po mund të jenë më pistë është plazhi. Ne me zërë presim sezonin e verës edhe ditë për ditë mundohemi që të kënaqim klientët, të futemi të angazhohemi më shumë për mirëmbajtjen e ambienteve, për strukturat, për çdo gjë të bizneseve. Kështu që Për sa i përket plazhit privat, çfarë bëhet ditë për ditë? e pastrojmë për ditë, e mirëmbajmë, i shërbejmë klientët që është detyra jonë që të kënaqim më shumë klientët. Kjo është arsyeja e parë. Në ambientin tonë themi drejtë s'kemi pas ndonjëherë problem, kështu që. Është biznesi privat ai që investon dhe rregullon gjithçka, besoj. Po, besoj tek ambienti jon po. Ne për ambientin tonë vetëm ne investojmë domethënë këtu.